do të diskutojmë problemet e dala pas zgjedhjeve në Kosovë, vjushmërinë e tyre, nevojën për ndryshime sipas një artikulli të zotit Skënder Karaqica mbi rrugën apo format që do të marrë zgjedhja në Kosovë e antarëve e deputetëve, por edhe e presidentes apo presidentit të ardhshëm. Jo për shembull me na trajtu neve si musafir të rastit, edhe ata që hapin biznise kanë të lashe. Prandaj këtu kemi një potencial që dy qeveritë tona nuk po dinë me shfrytzu, dhe që është drejta në një shkrim e kam thënë, po thamë edhe sot. Tirana dhe Prishtina nuk po dinë, nuk kanë projekt qartë, as për diasporën, po nuk po dinë me trajtu dhe me bashkëpunu edhe me shtetin mik të përjetshëm të Amerikës. Tash Amerikës do të mi thanë qartë, si shtet mik, mendimi im është pra, që Amerika të kthehet në troje shqiptare me kapitalin e vet, që të bëhet hisetare për të mirë, e kam fjalën, që të na ndihmojnë në këtë 90 vjetet e ardhshëm, që Kosova ta zëj vendin e meritor në ndamjen e kapitalit, në ndamjen ndërkombëtare të punës, sipas teorive të ekonomisë ndërkombëtare. Kur kemi si shtat në fillim pasuri të mëdha, ato pasuri duhet të respektohen dhe shfrytëzohen. Kosova, për informimin tuaj dhe të shikuesve tanë, ka rezerva thënxhillit që nga dita sot me për 700 vjet. Kemi rezerva të arit zi, si quhet, të thënxhillit. Ndërsa sante Kosova ka rrymë me reduktime. Gjysa Prishtinës është në terr, e gjysa tjetër ka rrymë, e mas 2-3 ore ndrohen të reduktimet në gjitha komunat, në gjitha fshatat e Republikës së Kosovës. E ne jetojmë dhe flejmë mbi arin e zi, të pasurit noja që kemi si shpash për 700 vjet. Kemi harxhuar afër 1 miliard euro, duke importuar rrymë elektrike, duke bler rrymë elektrike nga vendet evropiane dhe të rajonit, kur me $1 miliard na kemi mujt me kushte shumë vëleshme me bën Kosovën e re, një Kosovë tjetër me afër 700 megawatt, që nuk do të kishim më mundësi as nevojë me bler rrymë, por kishim pas mundësi me importu, me eksportu rrymë, me shit rrymë, natyrisht me pas edhe lidhjen e përbashkët Prishtinë-Tiranë, kur verës sezonin turistik e Tiranës, Prishtina mund të bëhet krah i fortë i Shqipërisë, kur vjen sezona dimit siç jemi sot, Shqipëria me dalë në krah shtetit shqiptar të Kosovës së kështu me radhë. Këtu pasuri na kanë mbet anash kur për fat keq dy parlamentet tona, qeveritë tona, institucionet shkencore, universiteti, akademitë e tjera nuk merren me problemin e zhvillimit ekonomik. Pika kulmante edhe kryesore e shtyllës për kombin, për dy shtetet tona është në këtë milenium mi u kthy zhvillimit të gjithë bashkëm të ekonomisë. Mi shfrytëzu të gjitha ato resurse që kemi me vite që pushojnë edhe presin dorën e njeriut të tokës shqiptare. Zoti Skënder, po të lesh ty të flasësh për Kosovën nuk mbaron asnjëherë, po unë kam edhe një pyetje të fundit. Cili është mendimi juaj për presidenten aktuale dhe për mundësinë e rizgjedhjes së saj? Vjosa Osmani është një figurë intelektuale, më së një vajzë e re, një grua e re, një nanë e re, intelektuale, doktoresh e shkencave juridike, intelektuale me fjalë tjera. Dhe si thash në fillim, po ta kishim ligjin zgjador siç duhet, që kryetari i shtetit, që është i pari i shtetit, krevi i shtetit, është institucioni më i lartë i Republikës. Ai përfason brenda dhe jashtë Republikën e Kosovës, në gjitha rrafshet diplomatike e tjera, do t'ishte mirë që ta bëj zgjedhjen vetë vota e popullit, po këtë nuk e kemi. Tash për fat keq, ky ligj, që është pak i kufizuar pak a shumë edhe për vetë zgjedhjen e presidentit, parin e shtetit të Kosovës, e bën parlamenti. Kanë kushtetuar shkruan fare mirë se kryetari i shtetit është i pari, është krevi i shtetit dhe përfason unifikimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe përfasimin në gjitha çarqet institucionet ndërkombëtare, ndërkaq atë do ta zgjedhin 4 partitë kryesore opozit pozit.
Ta çfarë do ndodh? Do të kemi përsëri problem, kujtoj, për fatkeq me duhet ta them te, që nuk kam dëshirë t'i ndodh Kosovës. Po ka si mas gjitha shajeve, përsëri do të kemi krizë politike në Kosovë. Parsy se kemi sindromin e përçarjeve të skajshme mes partive politike. Ku ka në një botë lirë, në një demokraci, e cila i afron njerëzit njëri me tjetrin, mendim, lufta mendimeve, programeve, etj. Në Parlamentin e Kosovës kemi me qindra raste, me 10 raste, deputetët opozit nuk flasin në me veti. Madje as kafe nuk pinë njëri me tjetrin. Ç'është kjo? Çfarë ka më shumë njëri për tjetrin, opozit. Me kushtetutë është 2 partit, opozit. Me kushtetutën e Kosovës janë mekanizma të njëjtë, por i kanë të nda me punët për shtetërtimin e Kosovës. Pozita merr përgjegjësinë para qytetarëve në parlament, kurse opozita si mekanizëm tjetër i barabartë me kodet kushtetuese të Kosovës e ka një obligim me kontrollu opozitën, mos me lë me flajt, por jo me fyme, me shamje, por vetëm me programe. Demokracia freskohet, bëhet e shëndetshme, me projekte, me programe, me luftë mendimeve e jo të përçarjeve. Unë kam një konsiderat ndaj Vjosa Asmanit, është thash një grua e re, një intelektuale e re, që kam rrjedhë dhe titull të lartë shkencor, doktoresh e jurisprudencës, e cila është një figurë që tash po të zgjidhte mandatin e dytë do të bante edhe më shumë për Kosovën, por kam dronë për shkak të bajraqeve të përçarjeve në Kosovë politike morë vesh, dhe mos gatishmërisë që të jenë bashkë me një tryez, ashtu siç e do rendi, siç e do demokracia, dhe historia e Kosovës e shumë vujtur, qindra vjetë e vujtur, duhet me mësu pa nga kalumja, nga maneti atyne që kanë dhënë më të shtrenjtën për liritë Kosovës, shumë njerëz, familje, heroj, tash e 300 vjet me radhë, prandaj kemi një bashkë moral, edhe para Zotit, edhe para diellit, edhe para tokës, edhe para flamurit, që të bëjmë një shtet serioz, që njerëzit më së pari të jetojnë të lirë, të kenë mirëqenie, të kenë motive për jetë dhe punë krijuese, të kemi universitete, bashkëpunim, dhe kur bëhen të dy krahet bashkë, Tirana dhe Prishtina, si shtatë fillim, duhet të kemi projekte konkrete që të mendojnë për këtë milenium të ri, mos na lanë, mos na lejojnë që të shkelim në mileniumin e ri me kostumin tonë të varfrisë. Po të shkojmë si popull, ashtu siç na ka hije, si popull i lashtë, me një gjuhë të lashtë, i ndëruar tërë botën. Okej. Pyetja e fundit ka të bëjë me një çështje tjetër, ka të bëjë me aktivitetin tuaj si aktivist në komunitetin e Chicagos. Ju më përmendët një aktivitet që do të jetë në ditët e ardhshme. Përse bëhet fjalë? Në Komunitetin Shqiptar të Chicagos kanë ardhur dje me vajza, 3, është ardhur një klasë e re politike që kanë studiojnë, integrohen në shtetin e Illinoisit, në Chicago respektivisht, dhe kanë bërë një kalendar që unë respektoj dhe i nderoj shumë, i përgëzoj. Në atë kalendar kemi një varg aktivitetesh që do të organizohen në këtë vit që sapo kemi hyrë. Me 28 janar në Chicago do të bëhet manifestimi kulturor me rastin e ditës së lirisë, me një temë aktuale, me një temë bashkë të këtij manifestimi të frymës kulturore, poezia është liri. Në këtë manifestim do të jetë edhe poeti, disidenti, i burgosuri, një djalë i ri që i përjetoi grillat e burgut, të spaqit e tjera, visazhiti, i cili me veprat e tij, krimtarinë e tij, sidomos në poezi, ka bërë një hap të duhur, përmban atë distancën, atë frymën e poezisë, viteve 60, frymën e lindazve, frymën e Beradës, frymën e Lek Matrengës, Dritor Agollit, Xhafaris Spahiut, Din Mehmetit, Ali Podrimes në Kosovë e kështu me radhë, dhe pozitë e tij janë përkthyer në një numër të madh të gjuhëve të Ballkanit dhe të botës. Tash së fundi kemi përkthimin e një libri të tij në gjuhën kineze, që për mua do të ishte ai kreu kryesor ose kulmi që ka rrit poeti Visazhiti. Në këtë manifestim që do të bëhet në 28 janar 2026, do të jenë shumë veprimtar, shumë intelektual, profesor, lexues të pasionuar të poezisë, për arsye se
në teorinë e letësisë poezia ditë të flasë me të gjithë, dhe ç'është e drejta në kodet e letësisë, të krimtarisë letrare, sot e kemi një rregull. Dikur të kujtohet edhe ty, lexuesi shkon te shkrimtari, ndërsa sot shkrimtari duhet shkojë te lexuesi. Visazh Xhiti jeton në Chicago dhe në këtë manifestim, Visazh Xhitin do ta kemi që ka marrë një do thosha, të kemi thërisë letraret e tij, që ai do të na vjen te lexuesit. E ne do të bisedojmë me Visazh Xhitin. Ju uroj suksese në këtë aktivitet. Ju falemnderit shumë për intervistën. Do të jemi edhe herë të tjera në takime për tematikat të ndryshme, për Kosovën dhe për çështje të tjera, edhe të vetë komunitetit shqiptar. Ju falemnderit edhe do të takohemi sërish në emisionin tonë Argument. Miru takofshim. Patjetër e falja redaksisë e miru dëgjofshim. Miru dëgjofshim. Faleminderit.